politik të përniment, apo vetëm është një miratim po sa për mos t'ja kthy fjalën Albinit për kandidim në kryeqytet. Përndryshe, në qoftë se s'ka një vullnet të plot edhe një përkushtim të plot, nuk vështirë fituese shoh. Ndërsa më befason këndshëm, kisha me thënë, edhe herën e parë, programi qasja edhe në qoftë se Partia Demokratike kandidon zotin Smali, Urani Smali, atër kisha me thënë që do t'jetë pretendent super serioz, do ndoshta pajtohem me mentorin që do t'ishte befasia e parë dhe madhe ndonjëherë në kryeqytet. Super interesante miq kjo. Në Prishtinë marr parasysh edhe backgroundin mbi cilin vinë të 3 kandidatët, le të themi tash, 5 kandidatët realisht. Nëse shohim përparim Rama është kryetar aktual me shumë premtime, një prej politikanëve që në fakt shihej si me potencial edhe për nivelin nacional, me disa probleme në qeverisje, nuk e di se si do t'i reflektojnë në garë, por natyrisht mbetet kandidaturë e fuqishme. Urani Smali, nënkryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, që bëri një super fushat në 2021, ishte pjesa më e mirë realisht e qeverisjes së Ramës, derisa ishte në koalicion PDK-ja bashkë me të, duhet ja themi këtë publikisht, dhe ka një program shumë të veçantë. Hajrullah Qeku, që po stigmatizohet në këtë fillim me faktin që është nga Prizreni, ta themi, ka një background të jashtëzakonshëm në trashëgiminë kulturore, në çështjet komunale, edhe profesional, edhe në të kaluarën, por mbi të gjitha ka një kauzë që e ka shtyrë përpara, që janë lojrat gjysmë olimpike që lidhen drejt për drejt me kryeqytetin, dhe përplasit i ka pasur pikërisht me përparim Ramën dhe kryeqytetin rreth organizimeve dhe investimeve që duhet ndodhin në kryeqytet për të mundësuar lojrat olimpike, dhe kjo besoj që është edhe kauza mbi të cilën e ka shtyr Kurti drejt kandidaturës në Prishtinë. Bek Berisha që do t'jetë një freski definitivisht gjatë fushatës elektorale, dhe një profil shumë interesant që është Besa Shahini, një super eksperte prishtinase, një vajzë nga Prishtina me shumë background profesional, që natyrisht do të jap shumë pesh garës. Kaq sa i përket garës për kryeqytet në komentimin tim të Blerimit edhe të Shalës fare shkurt, Lima i tha që jam i shqetësuar për sigurinë nacionale, ka hapësirë për këtë, po jo, me nga një koment për mbyllës. Shala fillimisht. Lima i kur thot jam i shqetësuar për sigurinë nacionale, do të më kallëzu për çka, nëse ka në informacion për cilin çka ku është problemi, se me thonë një politikan, një deputet, një personalitet si Lima, i cili ka informacione, nuk po them se s'ka informacione, me thonë